Dje në ora 12:35 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 44 vjeçare nga Tetova e punësuar në një market ka raportuar se një person ka marrë produkte nga marketi pa i paguar. Dje në ora 19:35 është raportuar se në rrugën Ljubo Bozhinoski Pish në Tetov është vjedhur një moped në pronësi të një qytetari nga Tetova. Dje në ora 21:20 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 38 vjeçar nga rrethina e Tetovës ka raportuar se e kishte lënë automjetin e tij në një autolarje, ndërsa pasi e mori veturën, vëreti se ishte vjedhur një çantë në të cilën kishte para. Dje në ora 22:30 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 41 vjeçar nga Tetova raportoi se një grua 30 vjeçare nga Tetova kishte krijuar profile të rreme në një rrjet social dhe kishte publikuar përmbajtje të pahishme, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në ora 10:20 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 52 vjeçar nga Tetova raportoi se në ndërmarrjen publike komunale Shari, ku është i punësuar, ishte sulmuar fizikisht nga një person tjetër. Dje në ora 18:30 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 40 vjeçare nga fshati Slatin raportoi se pranë një xhamie në fshat djali i saj i mitur ishte sulmuar fizikisht nga një burr 50 vjeçar. Dje në ora 13:30 në Tetov, zyrtarët policor nga sektori për punë të brendshme Tetov arrestuan një 31 vjeçar nga fshati Qellopek për vuajtjen e një dënimi me burg në kozgjatje prej një viti. Dje në ora 12:50 në Gosivar, zyrtar policor nga Departamenti për punë të brendshme Gosivar arrestuan një 18 vjeçar nga fshati Debresh, Gosivar. Gjatë një kontrolli në komunikacion në rrugën 101, policia ndaloi një veturë të tipit Golf me targat Gosivarit, të cilën e drejtonte ai. Pas kontrollit u konstatua se ai e drejtonte automjetin pa pasur të dhënë provimin për patent shofer. Automjeti është konfiskuar dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të parashtrohet kallëzim përkatës. Sot pas mesnatës, në ora 1:32 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 31 vjeçar nga Tetova raportoi se një person kishte tentuar të kryej vjedhje në banesën e tij, ndërsa në shtëpi ndodheshin bashkëshortja dhe fëmia i tyre i mitur. Dje në ora 22:10 në fshatin Strimnisë të Tetovës, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov arrestuan një 28 vjeçar nga Tetova. Gjatë një kontrolli në komunikacion, policia ndaloi një veturë të tipit BMW me targa të Tetovës që ajo e drejtonte dhe u konstatua se e drejtonte automjetin pa pasur patent shofer. Automjeti është konfiskuar dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj saj do të pasojë kallëzim përkatës. Gjatë ditës së djeshme, në zonën e sektorit për punë të brendshme Tetov është realizuar kontrolli automjeteve dhe shoferëve. Gjatë kontrollit janë sankcionuar gjithsej 9 shofer, Tetov 6 dhe Gosivar 3, për parkim të parregullt, ndërsa 12 automjete, 12 në Tetov, janë larguar me automjetin special me rimang. Gjithashtu janë sankcionuar edhe 44 shkelje të tjera në komunikacion, Tetov 33 dhe Gosivar 11.